E çka shikoj është që të gjitha këto janë në fakt kjo është protest, akoma nuk po bëhet lëvizje, të cilët vërtet sjellin entuziazëm, kërkojnë ndryshime, por problemi më i madh është që përballë kanë një qeveri e cila nuk reagon. Dhe po ta keni parë me kujdes, jo vetëm nuk reagon, po tani ka filluar dhe ta delegjitimoj protestën. Kuptohet duke përfituar edhe nga gabimet teknike, të themi, dhe mungesa e një drejtimi të përbashkët të protestës. Gjë që më shqetëson personalisht është kjo që ju veni re nuk mund ta mbani mend, besoj atë që ndodhi në Ukrainë, ka qenë një lëvizje jashtëzakonshme, por Oliver Stone bëri 2 dokumentar të jashtëzakonshëm që e shpjegoi. Dhe në këto revolucione u plodhën bashkë përfaqësues të ndryshëm të njerëzve, grupe interesi dhe të tjera, por me kohë ato pothuajse u harruan. Dhe është një grup njerëzish që përfitojnë nga këto protesta. Po paradoksi më i madh është që përfitimin më të madh e ka prapë qeveria. Po ta shikoni me kujdes, qeveria e zotit Rama jo vetëm nuk reagon, por në një farë mënyre me këtë protest ka hequr vëmendjen nga shumë gjëra të tjera të vendit, pa çka që në protest këto tashi elaborohen me zë dhe me figurë, por keni parasysh diçka që duke u thënë vazhdimisht këto bëhen relative.